Ka gjithë kur vjen në nivel, Sum zen mali zemrën më vret, loti. Lot gëzimi, emocionet të papërmbajtshme në fytyrat e atyre që sot u nisën për të kryer kushtin e 5 të Islamit haxhi. 111 haxhin të shoqëruar me 2 fish më shumë familjar, përqafoheshin mes vete duke uruar që vitin e ardhshëm rrugtimin për në Qaben e bekuar ta bëjnë edhe familjarët e tjerë. Gjendja e sotshme nuk e di si ta përshkruaj, se shumë gëzime kemi të shkojmë në atë vend, në Xhellak. Ma mësoj familja jeme, 2 djemët e mi. Qysho. Tepër ju faleminderoj. Djemëve që më mësuan këtë, unë i përmeshkuar në Xhellak. Po kismet ma vojnë për para, me zinë e Zotit, jena të unisë. Shumë me gëzim, emocione, shumë jam përgjigje mash. Shumë jam i gëzushëm, Zotit më mësof gjithë që s'janë konë, edhe ato që janë konë, inshallah shkojmë rahate, të bojnë ato obligimet e tonë. Kushta mësoj që që është? Djali. E falenderoj ti. Shumë, falenderoj. Zoti jam mësoft edhe ati edhe gjithës unë foli ma shumë. Shumë jam i gëzushëm që kom gjeme shku atë vend bekum të shkeli. Ta vizitoj, të bëj badet. Inshallah Zoti gjithë dhe anë mbanë muslimonëve që kanë, të mundësoj. Shkon ti në haxha? Po. A je i gëzushme që Shumë. Kush ta mësoj? Gjali. E falenderosh ati? Pa shumë faliminderi, Allah o fmit t'ja ruhe. Ftyra ime n'bushesh, ftyra ime n'bushesh. Qabe moje bukurje, ka beku i badizot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Jusuf Zimeri, nga Bashkësia Fetare Islame, sqaron se si vjet nga Maqedonia do të nisen për në haxh 1500 haxhi. Si vjet numri i haxhive në bazë të asaj që janë në viza, sillet diku rreth 1500 haxhi. Të organizuar në forma të ndryshme të udhëtimit përmes linjës ajrore dhe përmes linjës toksore, pra përmes agjencioneve, po që të gjithë janë në organizimin në umbrellën e Bashkisë Islame. Shpresojmë që të gjithë haxhit që shkojnë si vetë në haxh, t'ju punoj shëndetit, t'ju shënoshë mirë. Si një prej 5 shtyllave kryesore të Islamit, haxhi konsiderohet detyrim për të gjithë muslimanët që janë në gjendje fizike dhe ekonomike ta ndërmarrin rrugtimin, të paktën një herë në jetë. Qabe moje bukur jetë, ka beku i badizot.